Letra e Mark Shlakut, drejtuar gruas së tij, pak para se të pushkatohej nga regjimi komunist. E dashtuna Angje e fëmi, me ka nda nga shokët për me ekzekutu. Nuk po më dhimet jeta, vetëm se ju po më mërzisni shpirtin. Mos u mërzit për mua, vetëm i rrit fëmijët për hir të Zotit. Amanet, babën, e mos i trego për mu. Borç, i kam Halilit për t'jegullat dhe në tartë dita, jepja për mu. E dashtuna Angje, jam lidh kam e duash, edhe pak orë me kam bet me jetu. Mendin e kam të ti, e fëmija që nuk mujta mi u gëzu. Tashti me kanë piklu shumë ftyra tuja që me dalin parasysh, e s'me lanë me dek. Bano e fort. Angje, në të mbusht mendja me u martu e ke lejen teme, por mos me më harrue. Por amanet fëmijet, të kam dasht me shpirt deri tash në çastin të mram të jetës teme. Edhe në atë jetë do të lutem për ty. Amanet, mos u mërzit për mua, por shikjo fëmijet, ju puth me mall për herë të fundit, Marko. E dashtuna Angje, të lutem me mi ba halal vojtet që të kam shkaktua. Të lutem me mu interesu për eshtat të mos më harrësh për kur do herë. Me mi marë eshtat e me mi qunë një varë. Ka me vetin një të një që me emnin tem, me tem mundesh me mnjoft. Halal të gjithë dhe ty të pares, po vdes si një shqiptar i mirë dhe i ndershëm.